Mirëmbrëma nderuar shikues, jemi sot në podcastin e radhës. Para se të fillojmë emisionin me të ftuarin ton, që kemi një çik special, do ta them pse, dëshiroj t'ju kujtoj që të mos harroni t'i bëni të gjithë ju që e pëlqeni natyrën e podcastit Okult, podcastit ton, mos harroni t'i bëni një subscribe, sepse ne vim tek ju dhe s'ka nevojë ju të na kërkoni shumë. Gjithashtu, falenderoj sponsorat e emisionit ton, cilët gjatë gjithë kohës dalin aty në fund me strisha, që janë nga bizneset më të zgjedhura në llojin e vet. Mjafton që të hyni të googloni ose mund të kërkoni Kenet, na shkruani për çdo lloj kërkese që ose raporti që kërkoni të krijoni në lidhje me këto firma biznesi. Mirë, ju thash që kam një të ftuar special sepse është i ri në moshë. Gjatë bisedës që pata me ta në mënyrë virtuale para pak ditësh, më bëri përshtypje informacioni që ai kishte, është një nxënës në shkollën e mesme, në vit 3 gjimnaz, quhet Mendi Kullolli, dhe pasi bisedova me ta, i kërkova që të dilnim të flisnim në lidhje me matriksin. Çfarë është matriksi, do të thënë sistemi politik ku ne nuk mund të dalim, sepse nuk mund të jetojmë, ose edhe nëse duam të dalim, ka forca të cilat nuk të lejojnë që të dalësh prej këtij matriksi, i cili është ndërtuar me ligje, me rregulla, me mënyra funksioni, si funksionon, dhe ata që duan ta prishin sigurisht që e kanë të pamundur, përderisa prishja e këtij matriksi të mos kërkohet nga një shumicë e madhe e njerëzish, të cilët duhet të veprojnë jo vetëm me forcën që japin numrat, por duhet ta shoqërojnë dhe me forcën intelektuale, jo të sillen vetëm si Luan, po duhet të sillen dhe si Gjarprin, ashtu siç dhe si Dhel, pra ashtu siç janë sjell ata që e kanë ndërtuar këtë matriks, të cilin mund ta quajmë 200-300 vjeçar, që nga kohrat e luftrave napoleoniane. Mendi, mirë se ke ardhur, të falenderoj. Puna jonë me botimet ka filluar të japë frutet e veta, duke bërë që shumë nga ju në një moshë kaq të vogël të mësoni dhe të filloni të kuptoni se në çfarë lloj sistemi dhe epoke jetojmë, dhe se si mund të ndryshohet për mirë ky matriks apo ky sistem politik, ekonomik, gjyqësor, shtetëror, ndërkombëtar, globalist, pra përfshihen të gjitha. Mendoj një pyetje të thjesht një prezantim të vogël. Ku ke lindur, kush je, nga e ke origjinën dhe ku je në cilën shkollë të mesme, se unë të prezantova që je nxënës. Për shikuesit, se është dalja e parë e Mendit në një podcast, dhe sigurisht që mund të ketë edhe pak emocione minutat e para. Përshëndetje zotit Cagu, është kënaqësi të jem me ju në këtë podcast. Unë quhem Mendi, jam në vit 3 gjimnazit, në origjinë nga Dibra e Madhe e Maqedonisë, por kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Ku jeni nxënës, në çfarë shkollë? Jam në shkollën Turgut Ozal, në vit 3. Po. Nëntëvjeçaren ku e keni bërë? Dhe nëntëvjeçaren po ashtu e kam kryer tek Turgut Ozal. Pra Mendi, pas ti përshkrimit shkurtër që bëra unë për matriksin, ti si mund ta përshkruaje matriksin? Çfarë mendon ti që është matriksi dhe pse shërben? Ju shërben pakicave matriksi për të sunduar shumicën e popullatave. Matriksi është një sistem që ka për qëllim kontrollimin e njerëzve të 99% që të themi. Po. Dhe qëllimi i matriksit është më shumë që t'i lej njerëzit pa ditur dhe mos të kuptojnë të vërtetën. Ka njerëz që kanë dalë nga ky matriks mendërisht dhe mundohen që t'i zoj pakicën, por pakicën
nuk i kupton këto terma. Shumica nuk e kupton. Shumica, po. Një pakicë ka dalë nga Matrixi, janë ata që janë klarvojantë, që kanë studiuar, kanë mësuar, se mund të lexosh sa të duash, po kur lexon budalla që nuk del dot nga Matrixi, kur lexon ato që të mbajnë në Matrix. Se ka shumë njerëz thonë jemi intelektual, kemi lexuar kaq libra, mund të kesh lexuar ti 40.000 libra të jetën, por prap ti je në Matrix se ti je peshk. Kupton se ke lexuar librat e mashtrimet e Matrixit. Ideja është të lexosh libra informues, siç ka kompaninë në Shqipëri, Shtëpi Botuese, siç është Helga Sekret, që është një nga shtëpitë botuese ku tregohen shumë libra informues që vlen për dije dhe për Të vërtetë. të vërtetën. Është vetëm shtëpi botuese në fakt të nderuar shikues, shtëpia jon botuese Helga Secret që është 100% non-fiction, ne nuk kemi pralla, nuk kemi poezi në botimet tona, nuk kemi romane, kemi vetëm libra të cilat përpiqen të tregojnë të vërtetën dhe edhe hipoteza të ndryshme anti-establishment për gjëra të rëndësishme dhe që njerëzit mund t'i dëgjojnë dhe krahas atyre që dëgjojnë në Matrix mund të zgjedhin se kush është e vërteta dhe nëse e vërteta është këtej nga flasin autorët që ne botojmë, atëherë sigurisht ai njeri shumë shpejt do filloj të dalë nga Matrixi dhe do ndikojë dhe këtë të tjerët ti mësoj për mashtrimet e mëdha që ka ky Matrix. Mendi po universi çfarë mund të thuash për Matrixin në universi, sidomos për Matrixin shpirtëror që Zoti ka krijuar në univers dhe për stimulimin me inteligjencë artificiale. Po, Matrixi universal është një Matrix, le të themi një arkitekturë që e ka krijuar krijuesi, ku ne jetojmë çdo ditë dhe kjo arkitekturë nuk mund të thyet. Është një çdo gjë është matematik. Nuk mund t'i dalim kundra ligjet universale, ato që quhen ligjet e natyrës. Po. Dhe ne nuk mund dalim ose të Zotit kundra këtyre ligjeve. Një shembull i mirë është filmi Matrix, ku është treguar si Neo i ka dalë kundra kësaj lloji Matrixi shpirtëror dhe në realitet kjo gjë është e pamundur, por është një koncept që duhet ditur. Po, në lidhje me stimulimin me inteligjencë artificiale, çfarë? Inteligjenca artificiale nuk është në nivelin e duhur ditët e sotëm, sepse ajo do vazhdojë dhe do përparojë shumë më shumë, ku do dalë njeriu android që janë ku është pjesë e Matrixit tek plani i madh, që është rendiri botror, dhe tek njeriu android prap nuk do të jetë niveli më i lartë. Unë mendoj që niveli më i lartë i stimulimit është vetë ne, që është do të thotë që ne jemi vetë super inteligjencë artificiale. Ne jemi si një krijim si një kompjuter biologjik i krijuar në një dizajn shumë perfekt nga krijuesi, që kontrollohet çdo gjë nga mendja dhe çdo organ dhe çdo pjesë që formon trupin. Po, nga mendja që janë elementet që është elementi shpirtëror, shpirti dhe fryma dhe nga pjesa e materjes që ne kemi në trup, ku ato udhëtojnë si me taksi. Po kështu nga Matrixi për shembull i shkollës ose informacionit, çfarë mund na thuash, për shembull një diçka që është në Matrixin e edukimit, për shembull mbajtja e njeriu të nën, që për shumë njerëz ata që janë jashtë Matrixit mendojnë që kjo nuk është e vërtetë, është një gënjeshtër. Nuk mund të mos shkonin prap sot kur teknologjia ka ecur me hapa galopante dhe të kenë shkuar në atë kohë dhe aq më tepër fliste me telefon fiksoj presidenti Nixon me stafin. Vajtja e njeriu në hënë mendoj që është shumë naive nga dikush që e beson, sepse
edhe një kalaman në klasë 5 mund të kuptonte që një njeriu nuk ka ikur dot në hënë për shumë. Se ka shumë shkencëtar që e besojnë këtu në Shqipëri, intelektual. Po ato janë Mos i krahaso me klasin e 5 se të janë intelektual, më burr, janë intelektual. Vajtja e njeriu në hënë ka me qindra fakte që nuk është e vërtet dhe nuk e kuptoj se si akoma njerëzit i besojnë këtë gënjeshtra. Pavarësisht se ato ja mësojnë në shkollë, në për media dhe i bllokohet trurin dhe për shumë pika të forta kyçe të Matrixit që janë media, shkolla, feja dhe shumë pika tjera kryesore. Edukata familjare që i bajnë në Matrix fëmijët sepse ata vetë nuk dalin dot nga Matrixi, nuk kanë si të nxjerrin as fëmijët e tyre. Ne duhet brezin e ri ta edukojmë që gjithmonë të dyshojë edhe të përpiqet që të luftojnë që liria e njeriut, prosperiteti i tij ekonomik dhe shoqëror të jetë më i lartë nga ky që është, që pakita mos e shfrytëzoj shumicën që të ketë një rend të drejtë, ku të gjithë të jenë të barabartë, jo vetëm me letra dhe në kushtetut, po të jenë de facto. Dhe i barabartë nuk bëhesh dot në qoftë se s'ka një shpërndarje të pasurisë në mënyrë të përshtatshme, jo të përkrahen disa që quhen oligark, të cilët marrin 40 apo 50% apo 80% apo 90% të ardhurave ekonomike të një vendi dhe pjesa tjetër, gjithë popullsia për shembull merr 10%, gjithë pjesa tjetër e popullsisë. Mirë, menti, ti për shembull kur i me shokët e tu, i dallon për shembull kush janë trushpëlar dhe që janë brenda Matrixit nga ata që janë duke dalë ose përpiqen të dalin, janë duke studiuar dhe janë duke dyshuar, se po s'dyshove nuk del nga Matrixi, si thot René Descartes, nëse nuk dyshon, nuk ekziston. Po, mendoj që ai që ka ndriçuar mendjen dhe ka arritur dijen pushtetare që quhet, është shumë e lehtë për të kuptuar nëse dikush ka dalë nga Matrixi. Dhe çdo njeri pothuajse nuk e ka kuptuar këtë gjë, pasi janë shumë distracted nga shumë gjëra të ndryshme, si kush del filmi i ri apo iPhone i ri, apo që janë gjithë skemat e rendit të ri botror që do vinë në fund dhe asnjëri nuk do ta kuptojë. Ti për shembull ke debatuar me shokët për shembull që të cilët mendojnë për shembull që është vajtur në anë, ose për shembull në lidhje me malin më të lartë për shembull në botë. Çfarë thon ata? Kush është? Si e din për shembull dhe si e di ti? Po, siç është një tezë në përhershme, ashtu është dhe nga shoqëria ime dhe në shkollë, sepse shumica i besojnë gjërave që nuk studiojnë dhe nuk merren me gjëra, le të themi, të mëdha, por thjesht bëjnë gjërat që i thonë dhe janë plotësisht kokë këmbë në Matrix dhe nuk ka shans që t'i kuptojnë këtë gjëra pa ja thënë dikush, ose edhe ato mundohen të gjithë që trinë në burg. Asnjëri nuk mundohet që dalin në burgun mendor. Në burgun mendor. Për shembull në sistemin arsimor, për shembull, ta them ti si e di për shembull kush është mali më i lartë në botë? Normalisht që mali më i lartë në botë është Black Rock, që është një mal që ndodhet në Antarktidë, është një mal rreth 15 kilometra i lartë që është përgjegjës për fushën elektromagnetike që mbi të cilin lëvizin hëna dhe dielli, po, dhe nuk bien poshtë. Po, dhe ndërkohë në shkollë na thuhet që është mali Everest. Por kjo është absolutisht është shumë e qartë që është skeme e këtij Matrixit. Në shkollë, në sistemin arsimor, pra në Matrixin në arsim, na thuhet që fusha elektromagnetike tokës, e cila ekziston, krijohet nga dy pole, dalin nga sudi ke nordi ose anasjeta dhe në tokën sferë, ndërsa në tokën e rumbullakët, por të rafshë, thuhet që ai mali aty Black Rocku, për ndër të cilit ka dhe emrin dhe kompania më gjigande në botë, që ka asete prej 15 trilion dollar, gati një
gjysma e GDP-s të Shtetet e Bashkuara. Dhe ajo mali BlackRock krijon pra fushën elektromagnetike mbi platformën e sheshtë të tokës. Po ndonjë diçka tjetër, për shembull, nga këto njohurit që merrni në shkollë, ndonjë diçka tjetër, për shembull, në lidhje me sistemin politik, për shembull, demokracia është një sistem, për shembull, i përsosur si shkruhet në libra, në kushtetutën, ku komandojnë shumica, vullneti i shumicës zbatohet, qeveria ndjek vullnetin e shumicës, apo kjo është një mashtrim dhe zgjedhjet janë për shembull manipulim në shumë vende të botës dhe janë të paravendosura, aty ku sot zgjedhjet janë me mashina, me teknologji, bëhen manipulime për të nxjerrë fitimtarët që do elita e vogël. Unë mendoj që zgjedhja e pushtetit, siç është sistemi demokratik, pra, nuk varet nga njerëzit. Votat që njerëzit hedhin, unë mund ta quaj Nga votuesit. nga votuesit, po ajo varet nga shtresa më të lartë ose sa kryeministri ose presidenti. Pra zgjedhjet manipulohen. Po këto zgjedhje mund ta quaj sikur votat tona hidhen zjarr dhe për të ndezur zjarrin dhe të ngrohen. Ato çdo kush qesh mbrapa s'ken. Dhe ne votojmë si të marrë, pa e ditur që votat tona nuk vlen. Si thot Churchilli, po që se votat do të kishte vlerë, ne nuk do t'i linim të votonin. Pra janë elitat e vogla që komandojnë, oligarkit mund të themi, se kur janë sisteme aristokratike e çojnë vendin përpara, por kur s'ka mekanizma kontrolli dhe sistemet aristokratike kthehen sisteme oligarkike. Këta e kanë treguar Roma e lashtë, shumë mbretërit mëdhaja apo perandorit të cilat kanë rënë pikërisht prej këtij fakti. Po në lidhje për shembull me tokën e sheshtë ose të sferë, ti si mendon që është toka? Toka normalisht që është e sheshtë, sepse nuk ka se si mund të jetë rrumbullakët. Ka me mira fakte që tregojnë që toka është e sheshtë, pavarësisht se shumica e njerëzve nuk e çojnë të përmendje këtë gjë, por nëse e studion vërtet dhe merresh me shkencën e vërtet, atëherë çdo kush do të kuptojë që toka është e sheshtë. Dhe kjo është një gjë shumë naive nga çdo shkencëtar që mendojnë që toka është e sheshtë, e rrumbullakët. Sferë. Se rrumbullakët është, dhe e sheshtë e rrumbullakët është, po Sferë. vetëm që është e sheshtë, kurse ajo është sferë. Po si mendon ti Menti, pse na thonë na gënjen lidhje me formën e tokës? Çfarë sekreti ka këtu që Qëllimi kryesor është që njerëzit mos kuptojnë vërtet se si është toka, do të thotë që na lejnë ignorant, në thonjza, dhe qëllimi tjetër është që ne mos taratisemi larg jashtë tokës, sepse NASA, që është një nga kompanitë më mashtruese në botë, thotë që kemi gjetur një yll shumë vite dritë larg, dhe ajo është plotësisht një gënjeshtër. Është thjesht një manipulim e bërë nga Matrixi, nga elitat, në mënyrë që ne mos kuptojmë dhe të kujtojmë vërtet që jemi të vetëm e nuk kemi lidhje me askënd, sepse janë kaq mira vite dritë larg që s'mund të ndërohet ndonjëherë që ne mund të kemi kontakt me ndonjë planet tjetër. Po, planetet e tjera mendoj që ekzistojnë, fajtikisht janë jashtë tokës, prandaj quhen dhe plan, sepse plan, dhe janë dhe ato të sheshta, rrumbullake, ku është mbuluar me firmament dhe ka shumë toka të tjera jashtë tokës tonë. Edhe atje mendohet që ka njerëz dhe ka elita ku bisedojnë me elitat e planetit tonë, në mënyrë që ne mos komunikojmë. Dhe kjo është arsye kryesore pse ne na kanë treguar që toka është sferike, sepse nuk duam që ta ratismi jashtë këtij burgu që na mbajnë brenda në këtë planet. Po,
tregohet që ka harta të vjetra japoneze 1000 vjeçare dhe më shumë, ku tregohet krijesa mitologjike, krijesa hibride që janë formuar kohë të sotme dhe shumë krijesa të tjera mitologjike, siç është dragoi ose leviatani, ku ndodhen jashtë tokës. Dhe këto nuk mendoj që duhet të jenë diçka e nxjerrë nga truri i njeriu, por duhet Është Pegasoja, Kali me ato krahët që fluturon, Po. është Centauri, Tauri. Do me thënë, ka luan me kokë njeriu, ka Ujku- kuaj me kokë njeriu. ujku Fenrir, që është një nga mitologjia vikinge. Po. Kush është mjeti më kryesor që kontrolluesit e sistemit kanë bërë të mundur krijimin e gjithë Matrixi, mbi të cilin ekziston raca, domethënë është organizuar sot pak a shumë shumica absolute e shoqërisë njerëzore në planet. Kush është mjeti më i rëndësishëm? Për shembull, paraja ose Paraja është një letër ose metal që bota i ka dhënë vlerë për të kryer gjërat brenda Matrixit. Paraja nuk vlen, është thjesht një metal që ne e kemi bërë me vlerë. Dhe kjo është pikërisht kontrolli që ne na krijojnë. Ne na e nisin këtë lloj sistemi që fëmijë, ku në kin ja nisin edhe në barkun e nënës, ku në fillimisht që të vegjël na bëjnë vaksinat, që është gjëja më e keqe që mund t'i fusim trupit, që na bën jashtëzakonisht dëm për shumë arsye. Ku më mbrapa shoqërohet nga antibiotikët kur ne smuremi, ose që ka shumë efekte anësore. Të gjitha këto kontribojnë me mjedisin, ku avionët lart në qiell hedhin kemikale të dëmshme. Çdo pije që ne nuk e njohim, siç mund të jetë kola ose Fanta, mund të ketë kemikale që kontribojnë me kemikale që marrim në ajër dhe aktivizohen me vaksinën. Dhe na bëjnë jashtëzakonisht shumë dëm në trup, dhe prandaj jetesa jonë nuk është e gjatë dhe ne jemi më të dobët në jetën e përditshme. po paraja çfarë roli lot në ndërtimin e këtij sistemi? Paraja, çdo njeri shkon drejt paras, çdo njeri kërkon paran. Paraja është mjeti që ne na nxjerr nga Matrixi, dhe një njeri që ka më shumë para se sa njerëzit normal quhet si ideal, por paraja e shumë nuk vjen dot lehtëshëm, sepse çdo gjë që i vogël, çdo njeri mësohet që të shkojë në punë, të bëj një fakultet, të shkojë në një shkollë dhe më pas të marrë një punë për të marrë një rrogë, ose të bëj një biznes, por prap kur nuk mund të jesh dot aq i pasur sa dalësh nga kjo lloj burgu. Dhe më të fuqishmit në botë që janë 1%-shi, e kanë kuptuar këtë gjë dhe kanë marrë rol, kanë bërë rrezikun për të marrë paratë e fituar, që kanë dashur për të dalë nga ky burg. Po. Po për shembull Covidin që kaluam para 4-5 vjetësh, si e peti se ke qenë pak i vogël në atë kohë, ke qenë klasë 8, klasë 7, kur ka filluar Covidi. Po, Covid-19 fillimisht nuk ishte virus, por nuk mund ta quaj si një pandemi, por një plandemi. Unë në atë moshë nuk e kam pas ditur, por e kam kuptuar mbrapa që shumë njerëz ishin budallënj që e besonin në thonjza, dhe ishte pikërisht sistemi na mësonte që ne mos dilim në orën 5, ato mbrapa orës 5 hidhin kemikalet nga sipër, dhe pse virusi nuk del natën, nuk del ditën, vetëm natën dilka, është pikërisht është një budallik komplet. Po kush mendon ti që ka qenë qëllimi i kësaj pandemisë? Çfarë realizuan ata që e krijuan këtë pandemi? Qëllimi më i madh ka qenë që ne të futemi në programin CERN,
që Për ata që se din, shpjegojnë çik programi CERN çfarë është. Në Zvicër është krijuar një reaktor i madh që kërkon të krijojë antimatere me reaktor shumë të fuqishëm. Dhe qëllimi final i pandemisë ishte vaksinimi po, me disa lloj vaksinash, në mënyrë që ne të futemi në kurth dhe vaksinat janë shumë të dëmshme nga mjekësia që i bën njerëzve. Vaksinat përmbajnë helmime dhe gjëra, tale dhe rënda. metale të rënda, toksina të ndryshme që ne nuk i dim. Ka dhe një gjel sintetike aty. Në kohën që vaksina erdhi në shteti shqiptar ju lajmërua që ne nuk mundemi do të kryejmë analiza te kjo vaksinë. Dhe kjo nuk është gjë e drejtë, sepse nuk mund t'i kryesh vaksinim një qytetari pa E ditur se çka ka brenda. pa e ditur se çfarë ka brenda. Vaksinimi krijon vdekje më të shpejt se sa vdekja normale. Kam vdekur 17 milion njerëz tash në mosha të reja në botë. Kurse nga Covidi me stimulim që bën këta me menaxhimin e gabuar në spitale të njerëzve, duke i vdekur dhe jo duke i shëruar, dihet se nga ata që hyn në spitale që i zuri Covidi, kush e zuri paniku dhe hyri në spital, në 10 veta një mund të dilte gjallë, kurse e kundërta ndodhi me ata që qëndruan në shtëpi, nga 10 njerëz që i zinte Covidi, ndoshta vdiste njëri dhe 9 shpëtonin. Dhe qëllimi pra ishte të çoheshin drejt vaksinës, qëllimi tjetër ishte të testonin njerëzit se si sillen në momente të këtilla kur njerëzit treguan një çmenduri kolektive, nuk ruajtën gjaktotësinë, nuk përpoqen të kuptonin çfarë po ndodhte, që po bëhej një helmim i organizuar nga elita botërore në çdo vend të botës, por me njerë morëm formulat e atyre që kishin shkaktuar këtë, kishin kryuar këtë shkak për të prodhuar një pasojë. Pasoja ishte sigurisht çuare atyre që do shpëtonin, që do ishin të shumtë, se vetëm 3 milion vdishin në gjithë botën, sipas tyre deklaratave zyrtare. Deshin të çonin pjesën tjetër të botës dhe arritën qëllimit rreth 5.5 miliard banor, pra rreth 7% e popullatës, në qoftë se është 8 miliard banor, popullsia afro 75%, 70% sa i bie, shkuan dhe u vaksinuan duke u mashtruar nga matriksi, nga sistemi që këta kishin ngritur. Mendi po në lidhje me arsimin, pse arsimi është një nga pikat kyçe për të mbajtur këta gjatë gjithë jetës pasaj të njeriut, pasi arsimohet në shkollë të mesme, në nëntëvjeçare, të lartë, ata që bëjnë të lartë, jo të gjithë sigurisht, pse arsimi është një trushpëlarje e madhe dhe arsimi ka shumë vite që është krijuar dhe që është ndryshuar, por vitet e fundit arsimi nuk është ndryshuar fare, sepse është një lloj sistemi ku ne nuk mund të shtojmë dot gjëra të reja dhe pra nga është krijuar nga duket qartë do me thonë tek çdo vend në shkollë ku na japin urdhra, le të themi në çdo pyetje dhe na mësojnë trurin të kontrolluar nga klasa e parë deri në fund gjimnazit, duke na mbajtur në një lloj sistemi mendor që ne të mendojmë pikërisht kundërtën e asaj, dhe arsimi dhe shumë faktorë të tjerë bëjnë mendjen tonë që mos kuptoj të vërtetën. Por të besoj në mënyrë
të padiskutueshme ato që ju thuan. Dhe gënjeshtrat zakonisht thuhet sa më madhe të jetë, aq më shpejt besohet. Po, si mendon ti, kush, e thash pak unë fillim, po ta zgjerojmë pak këtë temën, kush mendon ti se e ka krijuar këtë lloj sistemi? Në interes të kujt është ky sistem që ka krijuar botën materiale nëpërmjet funksionimit të paras, sidomos kesh paras letër, e cila është një lloj paraje që shton fuqinë e materjes sa herë të përdoret dhe krijon mundësinë që të jepet e njëjta para të jepet 10 herë, për shembull nga banka të ndryshme, të jepet me interes. Është ajo vetia friksionale që ka paraja, siç e quajnë këta ekonomistët. Paraja është një pronë një familje që është një nga elitat dhe një nga shtresat më të larta në botës, që quhet familja Rothschild. Familja Rothschild i jep kredi shteteve të ndryshme, Amerikës, Shqipërisë dhe shumë shteteve të tjera të botës, i jep para që ato e printojnë nga asgjëja. Dhe ka pasur dhe dëmtime që janë kryer nga vendet ku nuk e kanë pranuar këtë gjë, siç mund të jetë Greqia ose Afrika e Jugut. Dëmtimet që mund të jenë kryer janë bërë nëpërmjet sistemit HARP, që kanë kryer tërmete, tsunami dhe shumë fatkeqësi natyrore artificiale për të Kush i shkakton këto? Këto i shkakton Kush i ka këto harpin, sistemin harp? I ka pakica? Po, këto sistemin harp e kontrollon pakica, e cila kërkon që të mbajë në presion dhe në nënshtrim shtete ndryshme, dhe kush nuk i bindet, ata e fullin përdorim harpin duke shkaktuar fatkeqësi të mëdha natyrore gjoja. Po, ka vendet ndryshme ku mund ta kuptoj çdo njeri sistemin harp, siç është Simpsoni, që është një program fëmijësh. Simpson. Po, Simpsons është një me kukull. Po, kukull film fëmijë. multiplikativ. Po, dhe aty tregohet çdo gjë, po thuaj se ka shumë parashikime të ndryshme që bëhen. Dhe aty tregohet dhe sistemi harp, por ka dhe shumë gjëra tjera që tregojnë, siç është drita e madhe, para tërmeti që është kryer në Shqipëri në vitin 2019, ka qenë një dritë e madhe që është bërë në Beograd, dhe njerëzit më të ditur rreth harpit e mendojnë... Në Beograd është sistemi harp për Ballkanin. Po, mendojnë që e ka kryer Beogradi, por ashtu ka qenë dhe në Turqi, pak më mbrapa, që mendohet që është bërë një dritë shumë e madhe dhe një zhurmë, dhe kjo do të thotë që duhet të jetë artificiale, nëse edhe kur theksia e tërmeteve është 90 km. Po, kur është 30 km është natyral tërmeti, ndërsa kur është 10 km, 9 km ka shumë mundësi që të jetë në ndikimin e harpit, siç thuhet. Për pjesën e Rothschildëve, që e lam si temë, unë doja të thoja këtë që Rothschildët janë ato që e printojnë paran. Dhe këto mbajnë në kontroll shumë gjëra, në bashkëpunim me forcat e tyre që ato kanë. Dhe gjithashtu tek Rothschildët futet dhe një familje tjetër shumë e madhe botërore që janë Rockefellerët, ku ato janë përgjegjës për matriksin e ditëve të sotme. Po. Si mendon ti, Menti, si mund të dilet nga kjo skllavëri, sepse ka plane që skllavëria të forcohet, të krijohen ato që quhen Smart City, që tashmë në Shqipëri sapo ka filluar, ku do vendosen 5.000 kamera në qytete të ndryshme të Shqipërisë, do vendosen edhe 3.000 kamera në punonjësit e policisë.
dhe do ketë një survejim total. Pra që në momentin që kushdo del nga shtëpia e vet në ambient publik, ai do të monitorohet ku shkon, ku ndodhet në çdo moment, edhe duke pasur parasysh që të lokalet, ambientet publike, institucionet kanë kamerat e tyre, presupozohet që njeriu është në vëzhgim me përjashtim të kohës kur ndodhet në shtëpi, dhe pastaj gjatë gjithë kohës që del jashtë, ai është në vëzhgim. Dhe këta përpiqen për të mbajtur njerëzit matrix, t'u thonë disa të mira që ka kjo, duke u thënë që ja e pat vrasjen që ndodhi në Rinas, po të kishte kamera, do ta kishim kapur, po kamera kishte atje sa duash, ne i kemi parë ato me kamera, pse si kapin? Po edhe sikur të ndihmoj ajo për ngjarje të momentit, ose për një aksident, ose për një, domethënë, ka ato përfitimet e veta, Smart City, po shumicën e gjërave të tjera i ka jashtëzakonisht negative, sepse ajo vret dhe eliminon të drejtat dhe liritë themelore të njeriut për të pasur privatësi. Shteti, i cili është një subjekt si gjithë të tjerët me kushtetut, shteti në fakt bëhet padroni të gjithëve, dhe ai i mban njerëzit gjatë gjithë kohës në monitorim, nga puna në rrugë, nga rruga në kafene, nga kafeneja në fushën e futbollit. Kudo që tjenë njerëzit janë të vëzhguar me kamera, një lloj si të burgosurit që ndodhen brenda, vetëm këto janë burgje pa mure, kurse ato burgjet e vërteta janë burgje me mure dhe me kangjëlla. Si e mendon ti kjo shoqëria e Big Brotherit, se kjo është tamam sikur jeton Big Brother, që në çdo moment e di që je i përgjuar me kamera, çfarë do ftuash, çfarë do. Është madje janë disa lloj kamerash shumë inteligjente, të cilat mund të marrin dhe ADN dhe të gjitha të dhënat e tua fizike vetëm nëpërmjet syrit, duke nëse ti i ke sytë të hapur dhe i shikon ato nëpërmjet syrit, të marrin ADN Normalisht nga makina. Ka shumë teknologji të avancuara që nuk mendoj që janë gati t'i tregojnë publikut, ku elitat më të mëdha në botë që kanë shkencëtarët e tyre privat i kanë mbajtur këto sekrete. Po, jo më kot është ligji i patentave për 70 vjet. Sepse gjatë 70 viteve që është bërë një shpikje, ai që ka bërë shpikjen, bërë shpikje të tjera, dhe mbas 70 vjetësh kur e marrin shpikja e tij është bërë pronë publike, atëherë ai ka bërë një shpikje tjetër që mbas 70 vjetësh prap mund ta arishti. Po, që një njeri të kuptoj gjërat në Matrix dhe që të dalë nga Matrix, le të themi, gjëja e parë duhet ndriçoj trurin. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që duhet kuptoj gjërat që duhet ta vej mendjen në punë dhe jo thjesht bindet gjëratve që lexon ose që i thon. Dhe siç u treguan kohët e fundit që janë dosjet e Epstein, kur unë personalisht nuk i kam lexuar, aty janë shumë informacione që tregohen dhe njerëzit më ditur i kam pas ditur këto gjëra më përpara. Edhe unë personalisht çdo informacion tek dosjet e Epsteinit e kam pas ditur, nuk mu duk ndonjë gjë e re e treguar, dhe mënyra më e mirë për dalë nga Matrix është që një njeri të kuptoj fillimisht sistemin dhe të kuptoj se ku po jeton, dhe në këtë mënyrë të mundohet të bërë një liri financiare ndërmjet shumë gjërave që shumica janë ilegale, por dhe disa gjërave që janë legale, ku është një gjë shumë e vështirë ta kryesh këtë, që është vetëm 1% e shoqërisë. Matrix është që një njeri të kuptoj Matrixin është vetëm klasa e parë e dijes që mund të marri, ku vetëm të kuptoj që është në një burg dhe është si një peshk në akuarium ku nuk është në detin e hapur. Dhe kur një njeri ka murës, del dot nga akuariumi. Po, kur një njeri të kuptoj këtë lloj Matrixi, atëherë mund të nisi rrugtimin
për më shumë, sepse siç thash kjo është vetëm hapi i parë për të arritur ajo që quhet dia pushtetare. Po, në lidhje me organizimin e luftrave, e cila është pjesë e Matrixit për shkak se Shtetet e Bashkuara, sidomos që kanë korporatat ndaj të luftës, të cilat prodhonin naftë, bënin petrodollar dhe paratë e petrodollarit kishin ku ti investonin të gjitha, sepse ishte një sasi shumë e madhe parash që ishin të nevojshme për petrodollarin. Kushdo që shiste naftë në vendet e lindjes së mesme duhet ta shiste me dollar dhe kjo konsideroheshe një mall që dilte jashtë Amerikës, por që në fakt konsideroheshe si pjesë e ekonomisë amerikane për cilën prodhoheshin para. Kjo quhet epoka e petrodollarit ose marrëveshjes smithsoniane, kur presidenti i Shtetet e Bashkuara në vitet 70 Richard Nixon lidhi marrëveshje me vendet e prodhimit të naftës të OPEC-ut, të cilat duhet ta shisnin naftën me dollar, dhe kjo do të thotë që fuqizoheshe ekonomia amerikane, mirë po dollarët e shumtë që riktheheshin në ekonominë amerikane, duhet që të investoheshin. Dhe një nga mënyrat për të investuar ishte në industrinë e luftës. Dhe Shtetet e Bashkuara gjithmonë ka qenë të interesuara që kjo industri e luftës të prodhonte dhe të shiste sa më shumë, po që të shiste, sigurisht që duhet të kishte konflikte në vendet të ndryshme të botës, ku vendet ta ndjenin veten të kërcënuar, qeveritë dhe popujt e ndryshëm, të kërcënuar nga fshinjët ose nga ndonjë rrethan tjetër aty, dhe për të qetësuar frikën e tyre, ata duhet të blinin me 10 miliona dollar armë, dhe njëkohësisht shpeshherë duheshe që presioni dhe kërcënimi të bëheshin realitet, pra jo vetëm të trembeshin me kërcënimet, por duhet që kërcënimet të ishin reale, pra të kishte luftra, sepse në luftra sigurisht harxhohet shumë më tepër se sa blejnë popujt dhe qeveritë në paqe. Dhe Shtetet e Bashkuara pra kanë qenë të interesuara, dhe gjithë perëndimi që ka pasur industri lufte kanë qenë të interesuara që të kishte luftra të ndryshme në zona të ndryshme të nxehta të botës, dhe kjo të garantonte rritjen e prodhimit militar. Pra dhe kjo është një pjesë e rëndësishme e matriksit industria e luftës. Mendi tjetë që nga luftrat gjithmonë fiton 1% e popullsisë, ata që i organizojnë luftrat dhe këta manjatët e industrisë së prodhimit të armëve, megjithatë gjenden disa mekanizma për t'i marrë të rinjt me mashtrim në luftë, por dhe me dhunë pasaj, siç ka ndodhur në Ukrainë, në fillim vajtën me mashtrim, se menduan që do fitonin kollaj dhe ishte një lufta do ishte një diçka shumë e shpejtë, se mendimin e perëndimit Rusia do të mposhtej, dhe pasaj në kohën që ata nuk vinin, rëmbeheshin, kemi parë video pa fund, besoj dhe ti ke parë, rëmbeheshin me forcë dhe çoheshin me forcë në thertorën e luftës, ku përveç dhënies hua të parave për të blerë armë Ukrainës që e kanë mbytur në borxhe, njëkohësisht i kërkoheshe që të bënte edhe depopullimin nga rinia, sepse në luftë shkojnë të rinjt dhe janë vrarë mbi 1.200.000-300.000 ushtarë Ukrainës. Këto janë të gjitha skemat e elitave, ku siç është bërë dhe lufta e dytë botërore, që është nisur thonë nga Gjermania, por vërtet është nisur nga një shoqëri sekrete që është Illuminati, dhe këto e ka nisur për të, sepse nuk ka shton dot kongresin në Amerikë. Për luftën e Ukrainës, që po ndodh ditët e sotme, ndodhin shumë faktorë të ndryshëm që janë bërë tek, ka shumë faktorë ndryshëm që janë bërë tek kjo luftë. Këtë luftë e ka organizuar Illuminati, Illuminati dhe Putini,
që mendohet që është pjesë e shoqërive më të larta, i ka llogaritur çdo Kam bërë atë polici mirë, polici keq. Po, Sepse pa pasur dy palë nuk ka konflikt. Është parimi hegelian, tezë, antitezë, sjell sintezë. Krijohen pra dy palë të kundërta dhe në fund jepet zgjidhja ashtu siç duan të arrijnë ata që organizojnë luftën. Ku shiten armë, futen vendet në borxhe, bëhet depopullim duke u vrarë rinia, dhe në fund krijohet varësi për shkak të borxheve nga vendet ndaj vendeve të fuqishme, të cilat të kanë dhënë ua dhe që vazhdimisht do ta mbajnë litarin në gryk duke të bërë presion edhe duke kërkuar gjëra që s'janë interes të vendit tënd, por që ti nuk e çfarë të bësh pastaj si shtetar i lartë, sepse je militar, je me kular në qafë. po pikërisht bëhen shumë çrregullime nga lufta, siç edhe ju përmendët çdo faktor. Bën shumë ndryshime në luftë, siç janë rritja e floririt ose argjendit dhe të gjithë këto çrregullime kanë për qëllim kryesor depopullimin, siç dhe ju thotë që është një skemë e elitave që përfshihet tek sistemi i rendit të ri botror, që është një sistem ku ka shumë shtresa dhe shtresa më e lartë është Crown of Council 13, që është e drejtuar nga një personazh që përmendet edhe në Kur'an, që quhet Dejjal. Po. Ky personazh ka për qëllim shkatrimin e botës, siç është përmendur dhe në librat fetar. Po të shikosh tash mendi këtë situatën në cilën ndodhemi, ku është kjo çështje e dosjes së Epstein, që ashtu siç the ti, ne që kemi qenë jashtë Matrixit, i kemi ditur këto gjëra dhe i kemi parathënë. Daljet tona kanë qenë prekursor, parathënës i atyre që do të ndodhin sot, dhe njëkohësisht i the që këta kanë folur për një rend të ri botëror. Mos jemi në fakt duke e tejkaluar rendin botëror dhe jemi duke shkuar drejt një rivendosje të madhe që e përmban brenda dhe rendin botëror. Ku po bie besimi ndaj elitave në Amerikë, elitave politike të të dyja krave, të cilat janë komprometuar me një pjesë të leadershipit politik po dhe shoqëror amerikan, siç është Bill Gates e të tjerë, dhe nga ana tjetër edhe nga familja mbretërore dhe nga disa përfaqësues të diplomacisë amerikane, sidomos ambasadori britanik që ndodhet sot në Shtetet e Bashkuara, i përfshirë në pedofili dhe në aktivitetet e Epsteinit në ishullin e vet. Pra duket që ka një krizë, është njëkohësisht edhe vllai i mbretit Charles, Arturi, i cili ka dalë fajlet që e tregojnë atë hapur si një pedofil, dhe kjo ka shqetësuar gjithë shtresën e mesme të lartë në Britani, të cilët po kuptojnë nëse janë mashtruar për një periudhë të gjatë nga qeverisja e këtyre vendeve, pra dhe Shtetet e Bashkuara dhe në Angli, që ka, nuk po të themi ka sonduar, po i ka udhëhequr njerëzit mbi bazën e pranimit prej shumicës që këta ta luanin këtë rol mbi baza morale, por sot që llaçi që lidhte elitat qeverisë me turmat dhe me shtresat që ka qenë morali dhe e drejta, ai sot ka rënë dhe është duke u shembur sistemi vjetër, matriksi vjetër që ka ekzistuar
dhe është duke ndërtuar një matriks i ri që Klaus Schwab e quan rivendosja e madhe. Si e mendon ti këtë matriks, do t'jetë më mirë për njerëzit, do të prodhoj më shumë liri, apo do të prodhoj më shumë skllavëri nëpërmjet inteligjencës artificiale, mos ajo do t'jetë për të keqen e njerëzve? Matriksi i ri që po vendoset, mendoj që do t'jetë më shumë drejt skllavërisë moderne, siç është deri tani, do t'i drejtohet asaj fushë. Mendoj që nga robotët, siç është dhe një film Terminatori, ku mendohet nga shumë njerëz që robotët mund ta shkaktojnë fundin e botës, nuk është fare e vërtetë, sepse një nga shoqëritë më të vjetra në botë me mijëra vite, që është masoneria, ka vendosur një bombë në Antarktikë të serveri i gjithë robotëve, në mënyrë që ato mos të marrin kontrollin në tokë. Për pjesën e matriksit të ri që po vendoset, do ketë shumë gjëra që të reja, siç janë dronët që do na vinë për shtëpia, për taksat apo për shumë gjëra që ne i detyrohemi. Shumica e njerëzve normalisht nuk do ta kuptojnë këtë gjë, ato madje në të ardhmen do të vejnë edhe çipin që duhet të jetë i detyruar tek njeriu, çipin në trup, që është një rrugnisje drejt njeriu të android, dhe çdo njeri do ta kuptojë këtë gjë para se të ndodhë. Pengesa më e madhe janë pengesat e botës, distractionat, si filmat e ri ose çdo gjë që është pa kuptim të qartë dhe është thjesht humbje kohe, si libra, romane ose shumë gjëra të ndryshme. Po. Mendimir, ishte kënaqësi që bëm këtë bisedë, jemi në limitet e kohës, Gjithashtu. se regjia po më bën thirrje që ta mbyllim këtë bisedë. Të falenderoj për emisionin. Ishte emisioni jot i parë dhe një gur kilometrik në jetën tënde, ndoshta të uroj suksese, që të nxjerrësh edhe shok të tjerë nga matriksi dhe të jini me anën e dritës dhe të luftoni për të mbrojtur interesat e shumicës dhe për të vendosur një rend sa më të drejtë ekonomik, politik, institucional dhe shoqëror, të jepni atë kontributin e vogël si Milingona që merr ato kokrat e grurit për folen e saj. Të nderuar shikues, para se ta mbyllim këtë emision, ju kujtoj edhe një herë që mund t'i bëni subscribe kanalit ton në YouTube. Nuk ka ndonjë lodhje të madhe, nuk kërkon as pagesë, kërkon vetëm një ngritje të gishtit kështu deri këtu ke celulari këtu, aty ku thot subscribe, dhe tregoni mirësinë dhe zgjuarsinë tuaj. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.